Gjithë po na mungon ky vend jon. Po, a? Se pjesën më të madhe të kohës e kena kaluar na këtu në për vetë jam shku në moshën 26 vjeçar atje të rinin e kam kalu këtu. Ekonomikisht po. Me shpirtnisht jena zbraz, me zemër zbraz gjithë. Unë më kanë ndodhur rasti kur më kthy ke restorantit, punoj sa deri në 12 natës. Ai djali që më tha me banute ai nuk e hapte, kur e hapi derën thotë kanë kalu policia sot, nuk guxoj me të fut mrena, po domun çka bëjmë në 12 natës. Duhet me gjetë një zgjidhje, mu s'ke ju dikun të i pish ose të një podrum, për shembull me kalu natën. Tash ndove domethënë natën dikun jashtë. Ue, me vala, ka qenë me podrum, po shumë mirë, domon kalon shumë shpejt, njerëzit merr çantën shkon në punë edhe Jeni nderu. jam nga komuna Vitis. A e Vitis, kur tha jashtë jeton, a? Jashtë jetojnë. Zvicër, a? Zvicër. Që sa vite nxiste po jeton? Po bëhen 28 vite. Mashallah, goxha shumë. A ka mërzit? Besa, po na mungon, gjithë po na mungon ky vend jon. Po, a? Se pjesën më të madhe të kohës e kena kaluar na këtu në për vetë jam shku në moshën 26 vjeçar atje të rinin e kam kalu këtu. Gjithë kam atë mallëngjimin për vendindje. Këtu gjenerata që lindin atje nuk mund të dish katon, po ne kem gjenerata pak më të hershme, kem mallëngjimin për familje, për vendindjen përgjithësi. A e ke pa harin Zvicrës? Ekonomikisht po. Me shpirtnisht jena zbraz, me zemër zbraz gjithë. Edhe pse i kena marrë tash pak a shumë familje të mirë, po shumica na kanë marrë nëna, motra, doja, nipi. Po ekonomikisht na kanë ndihmuar shumë. A do se e morë rrugën e mendimit për më shku jashtë vendit. Për mua ka qenë çështje ekonomike direkt. Kam qenë fakultet bujqësisë, para përfundimit, provimin e fundit fakultetit bujqësisë. Edhe po ta inkuadru në shkollë si arsimtar i biologjisë e shimisë. Mirë po, tarna s'kishte, familjen e madhe, dikush duhet me sakrifu për familje edhe kemi marrë rrugën e gurbetit, por pak e kemi marrë, po mbetëm. Tash jemi në moment për pension, thojmë të kthehemi para pensionit, po duket edhe pensionit do të na zën atje dhe do shta më larg. Sot sa i pishpon që je në vend tuj? Drejtën me ta thonë, unë e kam lënë si është destin i thojnë ata jashtë, është destin i jetës sime mund me qenë. Përgjithësi dhe më thonë, ka qenë destinacion i gjithë Kosovarëve dhe më thonë, që kanë marrë atë rrugë dhe kanë mbetë atje. A pas situata të shteta gjatë kohës ti që në kurbet, na i sprov, na i sfitron që i kalu? Përgjithësi dhe më thonë ka qenë, fillimi ka qenë i vështirë gjua, vendbanimi, këto këtë kanë, shumica kanë aplajt jashtë, më thonë, në të pubelit ku i lanë, ata të visran fshisat edhe aspiratorat, në përpodrume, fillimet e kemi pas të vështira, dhe më ndere kemi marrë të hapat e parë. Në përgjithësi, dhe më thonë, unë mirë kom kalu, dhe më thonë, përveç kësaj fillimit, dhe më thonë, çështja e vendbanimit, gjuhës, inkuadrimit në shtetuj. Kështë të jashtë ka ra me përfundrume me bëgjumi, fillim? Në fillim gjithë, në përgjithësi, kur flasmi me shoqërive, shumica që na kanë ndodhur. Sa kohë trikona pak qëto? Na kanë ndodhur gjithëve, na kanë ndodhur se ka shumë domethënë kur kem shku me i çantë krapa pa një vendbanim caktuar. Edhe pse kemi socialmo jena shumë dashur shqiptar, ndihmojmë mes vetë, mirë po ka pas raste që një natë kem mbet. Unë më kanë ndodhur rasti kur më kthy ke restorantit, punoj sa deri në 12 natës. Ai djali që më tha me banute ai nuk e hapte, kur e hapi derën thotë kanë kalu policia sot, nuk guxoj me të fut mrena, po domun çka bëjmë në 12 natës. Thotë zi çka bëjmë. Policia kanë kalu s'guxoj. Domon mos me hupa ai kanë punës. Duhet me gjetë një zgjidhje, mu s'ke ju dikun të i pish ose të një podrum, për shembull me kalu natën. Tash ndove domethënë natën dikun jashtë. Ue, me vala, ka qenë me podrum, po shumë mirë, domon kalon shumë shpejt, njerëzit merr çantën shkon në punë edhe vazhdon punën. Tamani në gurbetçar çush ka qenë kalu më. Kalon para luftës që flas ka qenë 98 në 90. Ka qenë më vështirë gurbetin kohën e kaluar tash. Drejtën me ta thonë, na kanë pranuar më shpejt atje, pak a shumë në nivo punës se këto gjëra ka qenë më lehtë me depërtue. Mirë po, tash jena më lehtë se jena shumë. Jena po shumë edhe kur dash e kemi një kushëri, një shqiptar, një vendas edhe gjejmë zgjidhje pak më lehtë, gjejmë zgjidhje. Të ka pësu ky rrugtim i gjatë i gurbetit? E provë, domethënë që nuk e kam pa
domethënë po flas për familjen, përgjithësi, nanën tu më plak, babën, domethënë unë mbaj mes kur kanë qenë 50 vjeçar ose 55-60, kur jam dalë, kom pranë për cilë të deri pra videres, po për mu kanë metë, domethënë nuk ja kom pa rrudha të shtu edhe nuk e kom pa qatë kohë kalu që ka kalu, domethënë për mu është zbraz, gjithçka zbraz. Çfarë kishte ta kërkuar gjithë atyre që të rive që dëshirojnë marrë rrugën e Kurbetit? Një mesazh. Çfarë kishte thënë gjithë atyre? Unë kisha dëshiru, për unë për veti personel po flas, pak nëse kanë pak një mundësi të afrohen të kapën, ta keni mundësi të kapën këtu, shumë ma lehtë do t'ju del. Edhe ndoshta nuk do ta kenë atë pasurinë që janë ndrojnë, shumica ndoshta që janë ndrojnë, mi po do ta kenë shpirtin plot, zemrën plot, qetësinë e gjithçka të t'i kenë afër. E këtu janë ma të vlefshme, shumë ma të çmueshme se sa paraja. Paraja vjen në 3 fut bloka, kena ndrejt shtëpia, kena po 3 kate, po një termet ose një diçka, një zjarr, shkon humbet. Dashuria e gjitha e përsia, domethënë mbeten mbresa që s'harron kur. Na ke kënaqur, fitore më të mira, pushimet kanë special dorën.